falenderoj për bashkëpunimin që e kemi pasur me Ministrinë e Tregtisë të Industrisë. Deri më tani janë realizuar shumica kërkesave tona. Kanë mbetë edhe disa kërkesa të cilat janë premtuese dhe të realizueshme. Kërkesa e fundit është për ndryshimin e udhëzimit administrativ 15 thyje për 2022, ku kriter për licencë është pranimi teknik ose vërtetimi për përdorimin e pikës karburantit, leja e ndërtimit ose legalizimit. Kërkesa jonë është në qoftë se pika e karburantit e ka lejen e ndërtimit, s'ka nevojë këtu burokraci do të hiqen. Këtu e kem një premtim që do të rregullohet edhe kjo. Ma tutje kisha vazhdu lidhje me problemin të cilën e kemi të gjithë naftarët, vendimi për marrë shfitimi. Me shumicë që është 2 cent, me pakicë 12 cent. Ky vendim është i dëmshëm, ky vendim po na dëmton. Ne gjithherë jemi anku, kemi kërku që ky vendim mos të aprovohet, mos shtihet në fuqi, sepse Kosova, gazetar të nderuar, është më e lira në region me çmimet naftës dhe benzinës. Dhe mund po më mërmendja që nuk ka vlerë këso vendimi të shtyhet, të procedohet dhe bizneset të dëmtohen. Republika e Kosovës më në fund e kisha thonë që është me çmimet më të lira edhe njerë në region. Kjo është realiteti dhe kjo është puna e naftarëve të cilën e kanë bu, po mesin tonë, ka edhe çmime që nuk ja vlen çfarë çmime janë duke ardhur në treg, çmime jashtë normës, çmime shumë të lira, që ato çmime janë të dëmshme, se di se si mund të mbijeton një biznes në qoftë se ka qase çmime sot, për shembull ju koleg ka erdhur te Xhilani, thotë se çmimi është 1,6 cent me pakicë, 1,05 me pakicë, ndërsa me u furnizu sot është 1,01. Do të thotë si mundet të mbijetoj një pikë karburanti me 4 cent.